أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin, libër që është shkruar nga Imam Neveviu rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin e 80 me radhë që nga fillimi i librit, kapitulli i cili flet për detyrën dhe obligimin që kanë besimtarët për të bindur pushtetarëve musliman atëherë kur ata nuk urdhërojnë në mëkat, dhe se ndalohet respektimi i tyre nëse ata urdhërojnë në mëkat. Jemi në hadithin e parë akoma të këtij kapitullit, hadithin 663 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: 'Ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa karih, ila an yu'mara bi ma'siyatin, fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a." Muttafaqun alayh. Narafan Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, i cili thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: se cili njeri musliman e ka detyrë dhe obligim të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman në gjërat që i don edhe në ato që nuk i don, përveç se nëse urdhërohet në mëkat, e nëse urdhërohet në mëkat, atëherë as e ndëgjon atë e as i bindet atij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Jemi ndalë në shumë stacione në shërimin e këtij hadithit, duke u munduar me përcjell mesazhe dhe porosi të përshtatshme dhe të dobishme për rrethonat të cilat jetojmë na. Dhe nga kjo që e kemi thonë në disa mezhlise, duhet ta marrim edhe një porosi që të kuptojmë se sa janë aktuale porosit e ajeteve kuranore edhe porosit pejgamberike, që me gjithë se kanë kalu 1400 e kusur vjet që nga dita e shpalljes së ajeteve kuranore apo thënjes së porosive pejgamberike, megjithatë aktualiteti i tyre nuk humbet, nuk tretet, nuk zhduket. Dhe kjo vetvetiu duhet na bën krenar neve si musliman dhe të ndihemi të privilegjuar që jemi musliman dhe kemi çka i ofrojmë të tjerëve sot, sidomos këtë shekullin e 21 sipas linjës së Isaut alayhis salam, kur shifet qartë se e gjithë bota ka krizë të madhe ideologjike, dhe se të gjithë ato ide dhe mendime që i ka ofru bota, sot nuk e ndihmojnë botën për të zgjidhur problemet që i kanë ata. Kurse Islami, si fe e shpallur nga Allahu Dhul Jalal, e cila e ka shërby njerëzimin musliman dhe jo musliman shekuj me radhë, vazhdon edhe sot të ruan aktualitetin e vet dhe t'ju ofron botës në përgjithësi zgjidhje për problemet që ka. Ishim në shërimin e fjalimit të Ebu Bekrit radiallahu anhu në momenti kur ai përzgjidhet me qenë khalifi muslimanve dhe zëvendësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hutbeja e parë që ai e mon si khalife
dhe jep një rekomandim, një model të një khalifes, të një pushtetarit, të cilën duhet ta kenë muslimanët në qeverisjen e tyre. Dhe sipas kësaj deklarate, të cilën e dha Ebu Bekri radiallahu anhu në fjalimin e tij në momentin që e mori pushtetin dhe mori mandatin, duhet të jetë model për krejt politikanët e botës, e sidomos për ata që jetojnë në vendet tona, se si duhet qeverisin dhe të udhëheqin. Ebu Bekri radiallahu anhu, kur u zgjodh si khalife, pasi që ja dhan besën besimtarët që t'i binden atij dhe t'i nënshtrohen në vendimeve të tija, ai u quajë dhe majti një fjalim ku tha: "Ejuha nas, fa inni qad wallaytu alaykum wa lastu bi khayrikum." O njerëz, ma kanë dhënë pushtetin ndaj jush, megjithëse jam më i miri për jush. Fa in ahsantu fa aynuni. Nëse veproj mirë, më ndihmoni. Wa in asa'tu fa qawwimuni. E nëse veproj gabim, më drejtoni. As-sidqu amana wal kadhibu khiyana. Vërtetësia është amanet, e gënjeshtra është tradhti. Wad-dhaifu fikum qawiyun indi hatta uriha alayhi haqqahu inshallah. I dobti në mesin tuaj është i fuqishëm tek unë derisa të marr hakun e tij me lejen e Allahut. Wal qawiyu fikum dhaifun indi hatta akhidhu al-haqqa minhu inshallah. Dhe i fuqishmi tek ju është i dopt tek unë derisa të marr hakun prej tij që ka marrë tjerëve ai. Deri këtu na e sharum fjalimin e Ebu Bekrit, që të vazhdojmë aty ku mbeti. Tha Ebu Bekri radiallahu anhu: "La yad'a qaumun al-jihad fi sabilillah illa khadhalahum Allahu bi-dhull." Çdo që një popull do e braktisë gjihadin rrugt të Allahut, Allahu ka me poshtru atë popull me nënçmim. Allahu akbar. O vllazni, duhet me kuptu se shteti nuk mbrohet me llafe. Shteti mbrohet duke sakrifikuar çdo gjë që ka njeriu prej dhuntive Zotit që ka dhënë. Edhe andaj gjihadi ngelet mekanizmi më i madh edhe më i mirë për ta mbrojt davën islame, thirrjen islame dhe shoqërinë muslimane dhe shtetin islam. Andaj Ebu Bekri radiallahu anhu në momenti që e mori khilafetin, tha çdo herë që një popull ka për ta lënë pas dore gjihadin, atë popull ka për ta pështruar Allahu dhul xhelal. E kur folim për gjihadin, kemi me fol shumë. Gjihadi i secilit prej neve fillon tash në sabah, me gjumin e tij, me rahatlëkun e tij, me epshin e tij, me qefet e tija. Edhe tjeni të binu vllazni, edhe për argumenteve fetare, po edhe për argumenteve praktike, se ai që s'ka fuqi me fitu betejën me nefsin e tij në sabah, mos mendo se ai ka me fitu ndonjë betejë në jetën e tij. Po, ka mundësi me ndodh ndonjë befasi rastisht, mirë po se ai me qenë fitimtar të gjitha betejët e jetës së tij asnjëherë. Edhe andaj ajo që kanë thonë ulemat vazhdimisht, edhe që na po e shohim praktikisht, beteja jonë, gjihadi jonë fillon me namazin e sabahut. Aty kush del burr, ketë beteja del burr. Aty kush e humb burrnin e vet, mos prit me qenë burr ndonjë betejë për betejave të jetës së tij. Edhe mejdani i dytë është mejdani i sakrificës me pasuri. Kush është kaprac, pasurinë e tij, mos prit prej tij me qenë trim në xhihad me dhon jetën e tij, s'ka mundësi me ndodh. Edhe andaj unë edhe te let e kena me testu burnin ton. E kena namazin e sabahut, edhe besnikrin tënde dhe namazit sabahut, edhe ki mejdanin e sadakas, dhe e shef sa ti je i gatshëm me sakrifiku diçka që është më e madhe se pasuria jote.
Kur vjen momenti ti me dhon një sadaka, e me fillu me mendu 1, 2, 3, 4, 5 gjana, edhe fund jep konkluzën se sjeti për me dhon sadaka se ki pun tjera ku mi argjua të pare, ti ki rapi betejes. Edhe mos fol për xhihadin, se xhihadi për ty është lojë më tepër sa që është realitet. Ebu Bekri radiallahu anhu, kur e mori khilafetin, normalisht se umeti islam ishte në zgjerim e sipër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte saktu Usami ibn Zeidin radiallahu anhu, i cili kishte 17 vjet, komandant të ushtrisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shku me vazhdu luftën me bizantinët. Para mendoni, do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 10 vite në Medinë e kishte rregullu çështjen e gadishullit arabik, Islami ishte forcu aty dhe tani luftonte me një prej perandorive më të mëdha në atë kohë, perandorinë bizantine. Dhe Usame ibn Zeidin, megjithëse se ishte i ri në moshë, po i kishte kalu shumë filtra, që sot njerëzit edhe ka 5-60 vjet, 70 vjet si kanë kalu hala, edhe e zgjodhi dhe e vendosi me qenë komandant i ushtrisë së tij. I ri, po. Mirë po, i pjekun po. I ri po, mirë po i guximshëm po. I ri po, për i aftë për të menaxhuar me një ushtri që nuk është ushtri e rëndomt, por ushtri e njeriut më të mirë në fytyrën e tokës. Ndërkohë vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ushtria ishte caktu, komandanti ishte caktu, edhe ai që ka zgjedh komandantin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur. Edhe zgjidhet udhëheqësi i muslimanëve Ebu Bekri radiallahu anhu. I thënë rrethi, tani ti e halife i muslimanëve, heqe Usame ibn Zeidin si komandant, së është i ri, pa përvojë. Edhe vendosë dikën tjetër. Se beteja është e vështirë, forca armiqësore është e madhe. Mungesa e përvojës ka mundësi me shkaktu humbje, e tash, edhe kjo ka qenë me një të mirë, e tash ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo humbje mund me pas pasoja fatale. Andaj na duhet mi prit gjanave. Mirë po me strategjisë dhe pasimit të fesë, mbetet detyre besimtarit me ndjek fen, me pasu fen. Pse strategjia më e madhe është me ndjek Kur'anin dhe Sunetin. Se aty i ke këtë komponentet e duhura për fitimet e largëta. Ebu Bekri radiallahu anhu tregoi burninë e tij edhe pasimin e strikt të fesë, të atij amaneti që ala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam besimtarëve në haxhin lam të mirës. Ta ulash pas një gjë, nëse kapeni për të, ju kur nuk do të lajthitni dhe devjoni. Ajo është libri Allahu dhu xhelal. Transmetimin e Imam Malikut qëndron domethënë edhe fjala edhe sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ebu Bekri radiallahu anhu tha, s'kam me ndodh kur me zëvendësu, me largu atë emën të cilin e emnoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se vendimi i tij sallallahu alaihi wasallam është më i rëndësishëm edhe më strategjik se vendimet tona të tjera. Edhe kjo është ajo që na duhet me pas parasysh hoxhallar dhe xhamat në jetësimin e fesë islame në jetën tonë. Argumenti fetar Kur'ani dhe Suneti është më i rëndësishëm se krejt mendimet tona. Se feja Allahu dhe është ka thënë Allahu dhe që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo ajo që tham unë edhe ti. Edhe të pas parasysh se tani me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka mundësi me ndodh dhe një dopsi tek muslimanët, nga brenda apo nga jashtë, e tha këtë fjali Ebu Bekri radiallahu anhu, se tha la yad'a qaumun el jihad fi sabilillah illa khadha lahumullahu bidhull. Çdo herë që një popull e praktis gjihadin fi sabilillah, sigurisht se Allahu ka me emposht atë popull me nënçmim. Edhe kjo është e vërtetë. Krejt historinë e njerëzimit,
Petë njeri i parë, deri i fundit. Një popull i cili s'është i gatshëm me luftu për besimin e tij dhe për lirinë e tij, ai para ka më qenë i poshtruar. Para. S'ka shembull në historitë e njerëzimit, hiç asnjëherë. Musliman dhe jo musliman, s'ka shembull ku një popull ka luftu për besimin e tij dhe lirinë e tij e s'ka fitu. S'ka shembull. Edhe kundërta, s'ka shembull që një popull s'ka luftu për besimin e tij dhe lirinë e tij e ka jetu i lirë, por ka vazhduar me qenë i rrobnum. E këto janë rregulla tjetër të vëllazëri. Me këto rregulla na duhet me duku veten tonë dhe fëmijët e tonë. Ti mundesh me kon më i bukuri, më i mençuri, më i afti, nëse e zgjedh robërinë para lirisë, kur së ndër nga kafazi atë. Kemi vazhduar me jetu në kafaz. Ama në momentin që ti e synon lirinë edhe nuk pranon kunjëherë me jetu në robëri, për ty krejt gjëra tjera s'ka rëndësi, sa ka rëndësi liria. Edhe ti je i gatshëm me sfriju edhe pasurinë tone, edhe jetën tone për me jetu i lirë. Se 1 minutë, 1 sekundë, 1 ditë në liri është më e madhe dhe më e rëndësishme se qindra dhe mia vite në robëri. Kështu e vlerëson feja dhe kështu e vlerëson njerëzit e mëdhenj jetën. Ama kush bëhet si pula e cila breng më të madhe e ka kokrën e grurit apo të kallamoçit që e han, atë për të s'është më rëndësia është e lirë apo është e robnume. Sepse ajo në kokën e saj e ka veç kokrën e grurit apo të kallamoçit me hangër. Fatkeqësisht shumë njerëz sot për muslimanëve po flas janë edhe më të ulët se sa pula. Për një kafshat goje, për një mirëqenje, për një rahati, për një shtim të pasurisë, ai është i gatshëm me humbë edhe liri. Edhe me jetu në robëri veç let këtë pare. Me jetu në robëri veç këtë komoditet. Me jetu në robëri vetëm se me rujt rahatlëkun e ti. Kjo s'është as pak t'i parë cilësi e një muslimanit të vërtet. Andaj, gjihadi është mekanizëm i cili e mbron davetin. Dhe është në shërbim të davetit. Dhe këtu duhet me kuptu edhe ata që flasin për gjihad dhe kujtojnë se gjihadi është qëllimi i çdo gjëje. Jo. Gjihadi është mekanizëm për t'ia çelë udhën davetit ose për ta mbrojtur davetin. Pra është në shërbim të davetit. Ngelet daveti objektiva më e madhe dhe më e rëndësishme e Islamit. Andaj çdo kush të cilit Allahu ja ka mundsu me qenë pjesëmarrës në luftë për ta ngritur fjalën e Allahut që quhet xhihadu fi sabilillah, ai duhet me kuptuar se kjo luftë bëhet për t'i larguar pengesat që u vendosen hoxhallarëve, dietarëve, davetxhive në shërbimin e Islamit. Ata i largojnë këto pengesa dhe ja hapin mundësinë hoxhallarëve, dietarëve, davetxhive me bë davetin e tyre. Që pastaj kur të udhëzohet shoqëria, normalisht të jetojnë jetën e tyre në hijen e udhëzimeve kuranore dhe atyre pejgamberike. Apo në momentin që forcohet thirrja islame dhe ngrit do të shoqërinë e vet mbi parimet e kësaj feje, atëherë xhihadi duhet për ta mbrojtur këtë shoqëri nga sulmet, të cilat mund m'ia bë armiqtë e Islamit dhe muslimanëve, gjërat që na i shohim tash vazhdimisht. Andaj këtë porosi Ebu Bekri radiallahu anhu ka marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: "Wa ma taraka nasu al-jihad fi sabilillah illa sallallahu alaihim aduwan min ghayrihim." Gjëra që një popull ka me lanë gjihadin fi sabilillah, aty popull Allahu ka më aqon një armik për mi kokën e tij, të cilën s'ka me largu derisa ose një nëshmim mbi kokën e tyre të cilën s'ka me largu derisa ata t'i kthejnë fesë Allahut xhelal. Edhe andaj biseda për xhihadin dhe gatishmëria, që është gjëja më e madhe për të qenë në shërbim të xhihadit, është veçori e një besimtari të mençur, të devotshëm dhe trim, i cili nuk i frigohet askujt veç Allahut xhelal.
dhe nuk e shpeson askend veç madhin e tij. Dhe këtë matematikat e jetës së tij i bën duke i nështru Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj normalisht këtë porosi Ebu Bekri radiallahu anhu e dha për mi dhon motiv shoqërisë muslimane që çka do që ndodh në të ardhmen mbrenda nesh apo jashtë nesh, xhihadi është ai që e mbron gjendjen tonë dhe na ndihmon. Edhe andaj kur ndodhi që pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa popuj, disa fise arabe e shfrytzuan rastin me shpreh, do thot, rebelimin kundër fesë islame. Sidomos atyre njerëzve që kishin shqiptu islamin nga friga e forcës e muslimanëve që rritjen nga dishën arabik, ata e shfrytzuan rastin me e shfaq renegacinë e tyre, daljen prej fesë. Edhe shifnet është larkë pamësinë e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Ebu Bekri radiallahu anhu nuk e din që ka me ndodhë mas. Mirë po, jo rasisht u zgjodh me qenë zavend si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se kishte tipare karakteristika që e bënin atë meritor për këtë pozitë. Ai pa e ditë msheftën, pa e ditë ardhmen, në fjalimin e tij e tha këtë porosi, që xhihadi është ajo që neve na mban gjallë, edhe na mbron, edhe na ndihmon, edhe i qel dyrët e khejrit. Në momentin që tek disa beduin u shfaqen këto momente ku ata treguan se e praktisin islamin, ishte vendimi i vendost, i pandryshueshëm jo Ebu Bekrit radiallahu anhu vendimtar në ngulfatjen e atij rebelimi dhe në atë tentativ për të dobësuar islamin. Edhe normalisht u qua Ebu Bekri radiallahu anhu me ushtrinë e tij dhe ngulfatja tentativ që ishte, do të tradhti e një beslidhjeje dhe marrëveshje që kishin ata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe u ngulfat ajo tentativ për tradhti dhe vazhdoi ummeti islam mu zgjeru brenda 2 viteve që ishte halife Ebu Bekri radiallahu anhu, që në kohën e Omerit radiallahu anhu arrit islami jo vetëm me e kaplu gjithë gadishën arabik, por mu u zgjeru aq shumë në mënyrë enorme që me mri deri në Kinë edhe me mri deri në Afrikën e Veriut të asaj kohe. Edhe andaj edhe na sot duhet me qenë të gjithë të përgatitun që kontribuojmë dhe të sakrifikojmë për të ngritë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Me të gjitha mekanizmat. E para me xhihadin subjektiv, xhihadin me veten tonë, me edukimin tonë, me përgatitjen tonë psikofizike, imanore, me kulturën dhe edukatën tonë, përmirësimin e sjelljes tonë. Të gjitha mejdanet na duhet me bëj xhihad me nefsin tonë për me përmirësu veten tonë. Dhe pastaj normalisht me tregu xhihadin objektiv, me dhon kontributin tonë në ngritjen e fjalës dhe fesë Allahu xhelal. Kur duhet me këshill, me këshill. Kur duhet me pjesëmarrje në organizim, me pjesëmarrje në organizim. Kur duhet me pasuri, me pasuri. Kur duhet me trup, me trup. Se çdo herë kur e kërkon nevoja e shërbimit të Islamit, na jemi të gatshëm të gjitha rrethonat të ofrojmë shërbimin tonë. Mirë po, nëse humbim betejën subjektive me veten tonë, rrallë ka kush me gjitha të mangësi dhe të shtime me arrit me kontribu në xhihadin objektiv. Pra shka ky rregull duhet të respektohet tek na individualisht, edhe pse Allah i madhëshëm shpesh herë ka mundësi me ndihmu këtë fe edhe me njerëz mëkatar. Mirë po ato janë përjashtime, rregulli është ky. Fillo xhihadi me nefsin tanë, fillo xhihadi me vetveten, fillo edhe përmirëso mangësitë tuaja, shto vlerat tuaja, korrigjo dobësitë tuaja, e pastaj kur të përgatitesh, do jesh i gatshëm me kontribuon të gjitha mejdanet edhe të xhihadit objektiv inshallah taala. Pastaj vazhdoi Ebu Bekri radiallahu anhu dhe tha: "Wala tashi'u al-fahishatu fi qaumin illa ammahum Allahu bil bala."
Tani hyni me dhon rregulla, direktiva të përmirësimit shoqëror. Dhe tha, çdo herë që në një popull do të përhapet imoraliteti, Allahu i Madhëshëm ka me sprovu gjithë atë popull me bela, me sprova të ndryshme. Subhanallah, kjo fjali është thonë para 1400 viteve. Edhe shifni sa është aktuale edhe sot. Pse bota është e trazume? Për shkak se bota në dekadët e fundit ka luftu fuqishëm të gjitha kornizat e vlerave morale. Edhe i lufton hala me një luftë egër, me gjithë kapacitetet që ka. Filozofët e botës jo muslimane prodhojnë mendime kundër vlerave morale, atyre njerëzore dhe atyre fetare, atyre tradicionale njerëzore dhe atyre fetare. Pastaj nuk mjaftohet vetëm kjo, filozof të lajthitun, të devijum, që ofrojnë mendime dhe ide që i luftojnë vlerat morale, pastaj shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat e mundshme, edhe ato ekonomike, edhe ato politike, edhe ato mediatike, që me e imponu këtë mendim të tyre. Andaj, kinematografia botnore vazhdimisht prodhon filmat të ndryshëm me të cilat sulmohet, cenohet, luftohen vlerat morale. Lajmet e tyre promovojnë këto ide edhe mekanizmat e tyre, këto antivlera që ata i prodhojnë. Edhe luftohet i riu, luftohet e reja, të gjitha format e mundshme, duke prek epshin e tyre, duke e prek besimin e tyre, dhe në momentin që ai reziston dhe kundërshton, fillojnë me akuzu si ekstremist, si radikalist, si njeri i pagdhendur, si njeri i ardhur nga historia e lashtë e kështu me radhë. Pse? Se modelin që ofrojnë ata e sfidon ky besimtar i ri që në moshën 15 vjeçare nis falet dhe e ruan moralin e tij. Pse e sulmojnë këtë vajzë me shami? Sepse ajo në momentin që ka mbush 15 vjet edhe ka vendosur me qenë besimtare e ndershme e moralshme, e sfidon krejt atë sistem antivlerash që prodhon kjo botë jo muslimane. Edhe kjo është gjihadi që e bën sot një ri dhe një erej. Kur e sfidon krejt një mekanizëm global edhe gjigant, i cili e i lufton vlerat morale. Edhe mundohet me i shemb ato. E ky djalë i ri është domethënë ai trimi, ai heroi i Islamit, i cili momentin për të qenë i mirë me Allahun, ai i lën krejt këto knatësi të kësaj bote edhe ballafaqohet me këto sfida. Edhe ai vajza me shami është e njëjta. Ata luftojnë sepse këta vetë pa ndonjë mekanizëm, pa ndonjë sistem që i mbron dhe i ndihmon ata, i rinë përballë kësaj ideologjie, kësaj filozofie, kësaj lufte që bëjnë vlerave morale, respektivisht fesë. Edhe normalisht duhet mu luftu këta, mu të regu si radikalista, si ekstremista, si njerëz domethënë që nuk përputhen me vlerat bashkohore, sepse ata me atë dobësi që kanë, po dalin triumfues, fitimtar ka shiket asaj filozofie që akademi, universitete, shtëpi mediatike botnore, forca ekonomike, industriale e përkrahin. E këtu dhe nshesh fuqia e Islamit. Dhe nëpërmes këtyre djemve dhe vajzave, arrin Islamit të sfidon krejt atë maqineri madhështore gjigante, të madhe dhe gjigante që e ka bote e Islamit në luftë kundër këtyre vlerave. Dhe përsëri, sikur se e shohim na në këtë shekullin e fundit, me gjithë ato orvatje, me gjithë ato imponime, me gjithë atë përkrahje të këtyre antivlerave, vazhdojnë vlerat me triumfum. Vazhdojnë Islami me ushqy njerëzit me ide, me argumente, me mendime, me analiza, që me vazhdu ky mendim me dominu edhe me ofru si zgjidhje dhe rrugdalje dhe alternativ
të sprovave që i ka bota në përgjithësi. Andaj, nëse na thrasim për vlera morale, ata i luftojnë vlerat morale. Edhe andaj Ebu Bekri radiallahu anhu tregoi se shoqëria nga brenda ruhet nëse na e ruajmë, domethënë, me fanatizëm moralin ton, derin ton. Edhe kjo është vije kuqe që s'bën me kalu asnjëherë muslimanët. Dhe duhet me jetë gati edukimit vetës dhe edukimit familjes në këto vlera morale. Vetë fillimisht ruaj nderin dhe moralin tanë. Pastaj merr bashkëshorte ndershme dhe të moralshme. Pastaj ruaj vlerat dhe moralit e fëmijëve tu, djemve dhe vajzave tuaja. Edhe kjo të me qenë vije kuqe që askush për neve s'duhet me leju me kalu. Nëse secili për neve i përcakton këto vijat kuqe të vlerave morale, gjithsesi ai ka me qenë i mbrojtur nga mrena. Edhe një shoqëri të cilën rritet në vlerat morale dhe luftohen ato antivlera, ai shoqëri shkon të u bë më e fortë edhe më e suksesshme. Andaj Abu Bekri tha radiallahu anhu, wala tashiu al-fahishatu fi qaumin illa ammahum Allahu bil bala, se immoraliteti sjell bela, sjell varfëni, sjell vrasje, sjell domethënë shturje morale, e humb vullnetin për punë, vullnetin për angazhim, edhe shkon do tu shkatruaj shoqëri, tu u shkatru nga brenda, tu ndrysh nga brenda. Ti e shef nga jashtë ndoshta se është shoqëri, po një goditje e vogël e thërmon atë krejt. Cop e vën. Dhe andaj Ebu Bekri radiallahu anhu i dha dy mesazhe. E para nga brenda duhet ta ruajmë shoqërinë me vlerat morale. Për jashtë e kemi xhihadin fi sabilillah, i cili është garantues i fitoreve dhe triumfeve për muslimanët kur do herë që ata e bëjnë me sinqeritet. Normalisht ka mbet edhe një pjesë e fundit e porosive të Ebu Bekrit radiallahu anhu, që me to përfundon sqarimi ose sqarimi i këtij fjalimit dhe tentativa për ta përdorur këtë fjalim të tij si argument për atë që na jep ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na këtu e përfundojmë këtë mezhgjis, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu të na e di të dobishëm në vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe të na jep vullnet edhe sabër që të vazhdojmë me këto mezhgjise derisa të përfundojmë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet dhe porositë që i marrim prej tyre, duke na dhënë një jetë të begatshme në këtë botë dhe duke na dhuruar xhenetin firdaus inshallah në ahiret. Walhamdulillahi rabbil alamin.